Përshëndetje dhe dashur miq, përshëndetje nga unë Arjan Asimi. Edhe pak ditë në ndaj vim nga 20 shkuti ku opozita ka thirrur protestën. Mi të dashur, përpara se të bëjmë këto protesta, dua t'i uroj gjithë kosovarët për shtetën e tyre, pra për përvjetorin e shtetit të tyre, urime dhe paqe një shtet sa më demokratik. Orsi se jam pak i zhgënjur nga kosovarët për vetëm arsye sepse kur Kosova u sulmua nga Serbia, shqiptarët u erdhën në krah, u erdhën ndihmë dhe pati një solidaritet të madh, kurse sot shqiptarët janë pushtuar nga Serbi, Edi Rama, nga Vučići i Ballkanit, Edi Rama, dhe populli i Kosovës duket shumë indiferent për të ndihmuar pjesën am, siç e them unë. Po nëse anyway, kjo është një ide ime, mbase jam gabim. Por unë ftoj edhe juve shqiptarët e Kosovës në datën 20, hajdeni aty da jepni një dorë dhe juve. Pra miq, 20 është shumë afër. Dua t'ju ftoj të gjithë dhe ju që jeni në Shqipëri, jeni të friksuar, thyeni frikën, ejani të protestojnë bashkë, dhe ju që keni mundësi të vini nga Italia, Greqia dhe nga vendet përreth, ejani në datën 20, të protestojmë së bashku, dhe shikoni sa keq është Shqipëria, ku po arrin Shqipëria, ku po mbërrin Shqipëria, vendi juaj. Pra ejani, ju ftoj në datën 20. Njerëz kam dëgjuar edhe ka njerëz shumë skeptik që thonë jo nuk vi për Saliun, jo nuk vi për atë, jo nuk vi. Miq të dashur, që të thuash nuk vi për Saliun, kjo është një justifikim. Pra ti je një njeri që nuk e do vendin tënd dhe kur s'do vendin tënd, ti s'do asnjë gjë, është e kohë të flas me ty. Por anyway, unë po të them që ta zgjosh ndërgjegjen tënde. Edhe unë nuk shkoj për Saliun në protestë. Nuk shkoj për asnjë politikan, shkoj për të drejtat e mia, shkoj për të drejtat e tua. Pavarësisht se unë nuk kam hallë dhe probleme dhe kam cilësuar. Por unë protestoj sepse e ndjej të protestoj dhe e ndjej që nëse ne nuk kemi bashk, asnjëherë nuk kemi për të bërë hajër, asnjëherë s'kemi për të vajtur, nuk kemi për të mbritur as dikundri. Pra miq, çdo fjalë që mund të thuash është justifikim. Unë i ftoj edhe Adriatik Lapaj, me aq sa unë e njoh, e ftoj dhe Agron Sheajn, pavarësisht se s'kam në një respekt shumë të madh, por e ftoj si shqiptar, e ftoj dhe zotin Qori, pavarësisht se nuk kam në një kontakt me të, por thjesht për aq sa unë e njoh, e ftoj në protestë. Edhe një herë miq, çdo gjë që mund të thoni, jo nuk vi për Saliun, jo nuk vi për atë, jo nuk vi për këtë, është justifikim. Njerëzit justifikohen pa kuptim. Pa kuptim. Miq, unë doja t'ju jepja një ide, pra unë kisha dëshirë që ne të rinim për kohë të gjatë në protestë, pavarësisht se krerët mund të ikin punën e tyre, por unë do t'ju ftoja që të rini dhe për një kohë të gjatë, të rini për një kohë të gjatë në protestë, sepse do të kuptoni një gjë. Murajani u ka thënë gjithë kohës. Amerika, aleatët, Amerika, që unë e njoh shumë mirë Amerikën, aleatët europian nuk kanë për të ndihmuar, asnjëherë s'kan për të ndihmuar nëse nuk u shikojnë të revoltuar. Politika e perëndimit, të themi politikanët në perëndim, shtetet në perëndim, nuk shikojnë faqet e Facebookut të shqiptarëve. Jo. Politika në perëndim ose shtetet partnere, whatever, aleate, të shikojnë ty kur ti je në rrugë, atëherë kuptojnë që ti je i revoltuar. Rruga është sheshi i revoltës. Prandaj miq, hiqini këto iluzione se do t'u heqë Edi Ramën Amerika ose Europa, ose SPAK. Edi Rama është bandit.
Edi Rama është rrugaç, Edi Rama është hajdut, Edi Rama i ka gjitha gjërat negative sot për sot, pra i përmbush të gjitha gjërat. Prandaj, i qeni nga koka këtë iluzion. Edi Rama do ta ishte ju njerëz, me dhun, me dru, me hu, me çfarë të ketë libri i dhunës, sepse ai e meriton dhunën. Unë nuk jam për dhunë, po ai e meriton dhunën, sepse është lloj gomarit që merr vesh vetëm me dru. Pra, edhe njerë miq, në këtë video të vogël që dua t'ju ftoj edhe një herë, me këtë video të vogël dua t'ju ftoj edhe një herë, t'u them që ejani, lërini inatet politike. Ariani ka shumë njerëz inat, po so what? Kujt i bëj mirë, kujt i bëj keq? Vetes time, Shqipërisë, ne nuk jemi në fushat elektorale, ne jemi në protestë për të hequr një bandit. Shumë e thjesht për ta kuptuar. Ne nuk jemi në fushat elektorale. Kur të vi koha e fushatës elektorale, votoni për ku të dojë zemra juaj. Kush ja mbush mendjen juaj? Por sot për sot, Shqipëria po hikën dhe ligji i fundit që Rama kërkon të ndryshoj, pra kodin penal, i zgjat jetën korrupsionit të Edi Ramës. Kini qensin më të madh në datën 20, ejani. Ja u them me shpirt, ja u them me zemër. Merrni si doni. Shqipëria është tuaja. Shqipërinë nuk mund ta përdorin për plaçk pazari, dhe ky po e përdor. Prandaj revoltohemi ku im, eja të ndryshojmë atë që po na pengon të ecim përpara. Eja. Kaq kisha, ky ishte mesazhi i fundit. Besoj se do më kuptoni. Unë aty jam, veni me vete diçka, dishuni mirë, veni diçka me vete për të ngrënë, se protestë është një sanduiç të vogël, një dy shisha ujë, mbajini në xhep dhe ejani në protestë. Ejani siç vihet në protestë. Kaq kisha, Zoti ju bekov, unë aty jam, eja takojemi. Bye bye.